Unë kujtoj një rast që kemi pasur së fundmi, ishte një pacient fakt shumë i gjatë para shërbimit tonë, ishte për një kohë shumë të gjatë me transplant, 18 vite, dhe kishte ardhur momenti i flakjes së veshkës, ishte në kushte në të cilat ishte mashkull, i moshës 62 vjeç, dhe e kishte, nga që atë në fillim nuk kishte bërë dializë, ishte një pacient i cili kishte kaluar direkt nga sëmundjen elektronike në listën e transplantit me donatore të motrën, që dhe ajo kishte qenë më shumë e re në momentin e dhurimit, një ecuri shumë e mirë transplantit 18 vite, por kuptohet me një bartje të flakjes kronike prej disa vitesh, e cila sigurisht tek ai prapë ishte parë shumë e largët pjesa e përfundimit të efektit të transplantit dhe zgjedhjes së dializës, dhe mund të themi që pacienti në fjalë tentoi dhe suicidin, e cila kjo ndodhi faktikisht në kushte spitalore, dhe sigurisht që u kap në kohë nga ana jon, u reanimua, e transferuan në reanimacionin polivalent, arritëm që t'ia dilnim. Pacienti sot bën dializë, pacienti sot është jashtëzakonisht shumë mirë, vjen me takon shumë shpesh thjesht dhe vetëm për të më përshëndetur. Dhe në fakt fillimi i dializës ka qenë shumë i vështirë, ka qenë shumë i trisht, ka qenë një nga arsyet që ka zgjatur hospitalizimin në fakt tek neve, por gjë më e mirë ishte suporti ynë, suporti psikologjik dhe patjetër suporti familjar. Domethënë kishte realisht fëmijë të mrekullueshëm dhe një grua të mrekullueshme që asistuan gjatë gjithë vështirësisë së pranimit të këtij procesi.